bufador të qeverisë, në vend se sulmojnë qeverinë që frikson qytetarët, që vjedh qytetarët, përpiqen të gjejnë fajin tek opozita. Rëndom u thonë, shprehen, se po nxirrni dhe Edi Rama i prin këtij kori, se ne denancoj kam Shqipërinë në forumet botërore. Po Shqipërinë në forumet botërore dhe para shqiptarëve e denancojnë, e nxjinin faqe dhe moral ata që e vjedhin qytetarë shqiptarë ditë e natë. Ata që bllokojnë drejtësinë. Kush e nxjerr Shqipërinë? Ai që mbron interesat e qytetarëve apo ai që përdor pushtetin për të vjedhur, për të pasuruar me qindra milion dhe miliarda? Më thoni ju mua. Interesat e shqiptarëve do mbrohen dhe ne po mbrojmë interesat e tyre. Nuk ka hora si këta janë identik me mentalitetin e diktaturës me pashme. Ne po shkojmë drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe kjo do thot një tërësi normash, kriteresh, sjelljesh, ligjesh, standardesh të përbashkëta. Qofse ti ecën në kundërshtim me këto, dhe çfarë janë ato? Ato janë që të gjitha absolutisht me një qëllim dhe vetëm një qëllim, që qytetari shqiptar të jetë më i lirë, që qytetari shqiptar të jetë më i begat, që qytetari shqiptar të jetë më i sigurt. Kjo është tërësia e ligjeve, normave, standardeve, kritereve të procesit të integrimit. Dhe tani, duke zëvendësuar këto kritere me lobimin korruptiv, për të shkëlqyrin Edi Rama, për shqiptarët për të pafajshmin Edi Rama, që vjedh sepse shqiptarët janë të korruptuar dhe nuk pyesin pse i vjedh. Apo për shqiptarët cuba që marrin pengje, se e kanë kulturë pengmarrjen, ndaj dhe nuk mund të themi gjë për akshin. Edi Rams, Linda Rams dhe Armand Frangut. Pra, zëri juaj, kryegëritja juaj paqësore, ka ushtuar më fuqishëm dhe është ndigjuar kudo, nga miqtë tanë dhe nga ata që s'ja duan të mirën në Shqipërisë. Dhe ne stërhiqemi, absolutisht. Ne në asnjë vend dhe as kërku nuk themi asnjë fjalë, asnjë presë nga ato që themi këtu. Për ato që themi këtu, si themi për interesat tona politike ne. Ne i themi për interesat jetike të qytetarëve shqiptarë. Dhe ato interesa do mbrohen në çdo arenë, në çdo vend ku diskutohet për to. Ndaj dhe njeriu që nxin faqen, njeriu që damkos Shqipërinë, është Edi Rama. Është organizata e tij kriminale. Mafia nuk ka dhe, nuk ka ligj. Dhe këta të tillë janë.
Shikoni ju, Olta Gjashken. Olta Gjashka, për shkak të lidhjeve të saj me familjen më mafioze të Ballkanit dhe të Europës, familjen Rama, qëndron në parlament mandat mas mandati, ndonë se kur s'mund t'ishte në parlament me grabitjen që bëri të 10.000 metër katror tokë në breg, Ministria e jashtme. Kryetari bashkisë, ish kryetari bashkisë që firmosin bëri burg, edhe është në burg. Sa ishte tokë publike dhe bazuar në dokumentat e falsifikuara të çiftit kriminal. U paraqis si tokë private. Dhe një gjë do t'ja u thoni qytetarëve. Do t'ja u shpjegoni. Se këto që diskutojmë ne për akshin janë të pandëgjuara më parë. Po s'janë asgjë këto. Me krim në shëmtuar që kanë bërë ky grup me në krye Edi Ramën me kadastrën e Shqipërisë. Ju keni dëgjuar se si vetëm nga kadastra e Tiranës u zhduken 13.000 fletë. Ju garantojun ju dhe duhet ta dini se janë me mira prona, jo vetëm publike, por prona private të përvetësuara. Jashtë marrë prona tjetrit tek dera e shtëpisë dhe jashtë transferuar prapa malit. Aty ku mos të duket çudi, aty ku nuk ka patur kur pronë. Operacionet e kadastrës janë operacionet që të i kalojnë miliarda tjetërsimesh, me një zinxhir vetëm mafia e më e sofistikuar mund të kujtojë që ta ndërtonte në atë mënyrë. Prona i është transferuar X-it këtu. X-it i është thënë, do t'ja çosh tjetër kujt, atje, një personi tjetër. Ai tjetri do t'ja transferonte një 3, 4, 5 me radhë, gjersa të zhdukej çdo gjurmë për pronën. Dhe fundor do t'ishte një mafios qeveritar, një baron droge, një ministër, vllau i një ministri. Ata janë bërë pronar në tokat më të çmuara. Vetë Edi Rama. Vetë Edi Rama me kanjonin e GPS. Kujtojnë pak kur janë ngritën çështja e kanjonit. Atje tha se është atje në majët malit, atje larg se është një pronë kështu më e malit. Ai është kanjoni është Buzdetit. Dhe më ka hudhë dhe në gjyj. Kanjoni është Buzdetit. Dhe kanjoni GPS rrjeshtohet në 10 apo 20 kanjonet më të bukura të botës. E pa përshkaqeni. As lidhje. Ai kolega i tij që shkon e merr 31 gomar kishte si prona. Po, me dokumenta. Jo, janë me dokumenta. Ju them unë ju, që ta dini, ishte një koleg tjetër ai, po ai se kishte pronë. Jo, kolega i pasur, nuk është kolega i ti. Spiro koleg tjetër ai. Dhe kanjoni GPS, që da thoshtë atje si për malit si për atje ku është, atje një cop tok, atje ku shumë, është më rolë, si s'jam marrë unë, së është e imja,
Olsi nuk e ka vlla. Marë kanjonin dhe janë rrue 18, 12 apo 15 drejtora hipotekën Vlorë. Vetëm për të bërë çfarë kanë dashur me tokat e Bregut.